Kërkuar dhe stisur nga Edi Rama e draftuar prej tij e lajmëruar prej tij në parlament, mbrojtur me zjarr prej tij është rruga e shkurtër dhe komode që gjykata e lartë zgjodhi. Nuk kanë etik profesionale dhe as guximin minimal që të japin drejtësi dhe të hynë në konflikt me Edi Ramën. Kjo është një vis sjelljeje. Nëse gjykata e lartë do të ishte garanci për të drejtën, do të ishte garanci për procesin juridik të rregullt dhe të ligjshëm, as gjykatat më poshtë do të guxonin të firmosnin farsat që firmosën. Dënimi im politik bëhet për të më eliminuar nga betejë politike. Në çdo përballje e ka mundur Edi Ramën dhe shpurën e tij, më e fundit në Kavaj, në fitoren e bashkisë dhe kudo tjetër. Dënimi im politik është kërcënim i hapur për cilin do që lufton krimin, korrupsionin dhe mafjen e veshur me pushtet. Dënimi im politik është një mbështetje e hapur ndaj mafjes dhe trafikantëve ndërkombëtar. Koha e zgjedhur për të dhënë vendimin një ditë para shpalljes së listave është po ashtu një mesazh kërcënimi për çdo që guxon dhe flet të vërtetat. Në këto kohë parade turpi, kohë aferash të rënda financiare, unë jam me zero korrupsion, zero akuzë për asnjë qindar. Ndaj burgosja për denoncimin për fjalën është një medalje. Jam krenar për betejat e mia me interes të njerëzve. Kam zgjedhur që në fillim luftën e pa kompromis dhe qytetarët më kanë mbështetur për këtë. Gjykimet ndaj meje do hynë në turpet historike të kauzave gjyqësore, si rasti i përdorimit të drejtësisë për hakmarrje personale nga Rama dhe Gjafaj. E nisën duke paguar dëshmitar të sajuar, u kapën në përgjime drejtorët e policisë duke paguar dëshmitarin e sajuar, manipuluan në gjykata duke caktuar gjyqtar si fillim ushtarin e Aldo Bares, më pas me kunatën e Belinda Ballukut dhe ish përfaqësuesin e PS-s në KQZ, dhe sot duke manipuluar shorti në gjykatën e lartë zëvendësuan trupën gjyqësore, e lanë për të më gjykuar ish ministrin e drejtësisë së Partisë Socialiste dhe një komunist, birin e ish drejtorit të dëbim internimeve dhe ish sekretar të parë. Nuk janë këto institucionet që meritojmë, nuk janë shteti së drejtës dhe as sundimi i ligjit, për cilin do që shqetësohet, i them ta marr paradhënie dhe zvarritjen dhe vendimin kundër në gjykatën kushtetuese dhe më pas do shohim se si do të jetë drejta në Strasburg. Unë do të luftoj dhe do ta kërkoj të drejtën deri në fund. Shqipëria do të jetë një vend më i mirë kur të ketë drejtësi, kur gjykatat do të kenë kurajon të japin drejtësi, edhe kur kjo nuk i pëlqen autokratit. Ky vend i mirë mund të duket utopi, por nuk është e largët dita ku dhe për drejtësinë fjalën e madhe do ta kenë vetë qytetarët, pavarësisht se nga izolimi së bashku do të luftojmë për një Shqipëri të denjë normale ku sundon ligji. Personalisht unë zgjedh betejën dhe jo çurravitjet. Nderin dhe respektin e qytetarëve e kam fituar unë, turpin dhe Neverin e han me korrupsionin e përditshëm të burgosurit në thonjza e autokratit që nuk kanë as ndërgjegje dhe as guxim të shkojnë as në tualet pa lejen e tij. Shqipëria e fundit në rajon për klimën e biznesit jap se mungojnë investitorët e huaj. Raporti më i fundit i OECD-s tregon qartë realitetin e hidhur. Shqipëria është vendi më i keq në rajon për klimën e biznesit. Ndërsa vendet fqinje përmirëson kushtet për investime, Shqipëria bie në fund të listës, duke larguar çdo mundësi për zhvillim ekonomik dhe vende të reja pune. Por përse jemi të fundit? Taksat e larta që rëndojnë bizneset dhe qytetarët, arbitrariteti i pushtetit ku rregullat ndryshojnë sipas interesave të momentit, mungesa e sigurisë juridike duke krijuar pasiguri për investitorët, çështjet e pasgjidhura të pronës, një pengesë kryesore për zhvillimin, korrupsioni endemik i pranishëm në çdo qelizë të shtetit, mungesa e garës së ndershme në prokurimet publike ku fituesit dihen paraprakisht, shpërdorimi i taksave të shqiptarëve me projekte fiktive dhe koncencione klienteliste, ndërsa Kosova arrin në 76% të nivelit të Bashkimit Evropian për klimën e biznesit, Shqipëria ngelet në 57%. Kjo është arsyeja pse investitorët e huaj e anashkalojnë vendin tonë dhe zgjedhin fqinjët tanë për të zhvilluar bizneset e tyre. Shqipëria nuk duhet të jetë peng i korrupsionit dhe keq menaxhimit, ndaj në datën 11 maj votoni ndryshimin.
Avokati Joshua Roberts nga zyra ligjore Kasowitz Benson Torres me qendër në New York ka udhëtuar drejt Tiranës për të ndjekur procesin gjyqësor të vlerësimit të masës së sigurisë. Për kryetarin e Bashkisë së Tiranës në gjykatën e apelit, e para dhe më kryesori, ai nuk ka të drejtë të ushtrojë profesionin e avokatit në Shqipëri, pra është thjesht një figurë në skenën e madhe të këtij shfaqjeje. Me fjalë të tjera, kemi një avokat nga Amerika për Erion Veliajn për të ushqitur militantëve idenë se ky zotëria që nga përfaqësuesi interesave amerikane dhe se mesazhet nga Amerika vijnë përmes tij. Por në të vërtetë ky avokat nuk përfaqëson asnjë institucion zyrtar amerikan dhe nuk ka lidhje me ndonjë çështje që përfshin interesat e presidentit Donald Trump. Ai është thjesht një avokat privat i sjell për këtë rast specifik. Sa kushton ky avokat për një shfaqje mediatike? Le t'i hedhim një sy zyrës ku punon ky avokat. Zyra ligjore Torres është një ndër 32 firmat ligjore me tarifat më të larta në të gjithë Amerikën, sipas medias Above the Law. Në një artikull të publikuar në 2024 mbi firmat ligjore me tarifat më të kripura, kjo zyrë renditet e 12-ta në SBA dhe sa kushton një orë konsulence me ta diku midis $2.100 dhe $2.600. Por për hir të së vërtetës, ky çmim nuk është aq i lartë në krahasim me tarifat që disa studio ligjore shqiptare arrin të marrin. Për shembull, sipas dosjes së SPAK, zyra e Ajola Xoxës është paguar €13.000 për një konsulencë një orëshe nga fusha SHPK. Me këtë ritëm, avokati nga Amerika doli më i lirë. Megjithatë, pyetja kryesore mbetet kush që paguan faturat kësaj zyre ligjore nga New Yorku për të sjellë këtë avokat në Shqipëri vetëm për t'u shfaqur në media. Kush e ka firmosur kontratën me këtë studio ligjore? Sa ka kushtuar udhëtimi, akomodimi dhe shpenzimet e tjera të avokatit? Kush i ka mbuluar këto shpenzime duke qenë se llogaritë e Erion Veliajt janë sekuestruar dhe për çfarë qëllimi erdhi realisht në Tiranë? Thonë se ja paguan i vëllai Arbër Veliaj, por me ligjin antimafia dhe faktin që i vëllai i Erion Veliajt është në hetim për pastrim parash, edhe ky paguesi i faturave është subjekti i këtij hetimit financiar nga SPAK, se mos dal pastaj që me lekë që ja ka dhënë i vëllai kryetar bashkie në emër të projekteve, ky ka kursyer dhe pagoi avokatin amerikan. A do të ketë një transparencë? Nga ana tjetër, gjatë një vështrimi në faqen zyrtare të kësaj zyre ligjore Torres tregohet se avokati Joshua Roberts është i specializuar në kontrata dhe çështje tregtare, pra duket se është më i aftë për të interpretuar marrëveshjet e kompanive dhe OJQ-ve të lidhura me Bashkinë e Tiranës, sesa për të mbrojtur Erion Veliaj në një proces penal. Gjithsesi të shohim se si do të shkojë gjyqi dhe mbi të gjitha, a ja vleti fatura e kripur për të sjellë një avokat nga Amerika në këtë show gjyqësor? Dhe një shënim në fund të këtij opinioni në emër të dyshimit të arsyeshëm SPAK, a keni nisur hetime dhe përgjime për gjyqtarin e apelit se thonë se po tentojnë ta korruptojnë, pra me modelin e hetimit të gjykatës kushtetuese. Kohë të rralla për kuvendimin politik këto në mahallën shqiptare, teksa shokët e vjetër po i kosit sa tehu i drejtësisë, me gjithë mbrojtjen e pajustifikuar politike dhe një anshmëri në procedimin e çështjeve, një pjesë poston dara e pashmangshme shokut në krye, i cili po përgatit gjeneratën e mandatit të 5 të vërtet, atij të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ndërkohë që asnjë fjalë për BE në lidhje me rezultatin e reformave 2013-2025, asnjë bilans, asnjë llogaridhënie. Për shembull, çfarë ndodhi me premtimet për 24 shtat ujë të pishëm për rubinete, përse jemi ende vendi fundit në Europë dhe Ballkanin Perëndimor për rrogat dhe pensionet, ndërsa i pari të paktën në rajon për koston e jetesës, e cila shpesh u akalon edhe vendeve të zhvilluara të Evropës Perëndimore. Përse konvergjenca apo distanca me mesataren e BE-s është rritur në vend që të ulej, përse hendeku i pabarazisë socioekonomike është rritur në një qeverisje të majtë që rriti ndjeshëm barrën fiskale mbi shtresën e mesme, duke taksuar punën e ndërsa uli taksimin mbi korporatat që në mandatin e parë, një qeveri e majtë që preferoi PPP dhe një sistem patrimonial dhe rentier, mbi stimulimin e talenteve dhe trurit për ta mbajtur këtë të fundit në vend. Pse kemi një model ekonomik të bazuar kryesisht tek ndërtimi dhe imobilaret, ndërkohë që vendi po zbrazet dhe çmimet janë bërë të papërballueshme? Përse krimi guxon dhe kërcënon organet e drejtësisë, ku ka kapur segmente të shtetit dhe
mbështetit dhe duket i pasfidueshëm. Pse integrimi është kthyer në kryefjalë mandatin e 4 me një start vetëm këtë vit dhe çfarë i ka penguar qeveritë më parshme Rama të avanconin sadopak në çeljen e negociatave përgjatë 11 viteve të mëparshme. Por këto pyetje shpesh retorike nuk kanë rëndësi. I rëndësishëm është procesi i bërjes gjasme sikur do flasim, ndërkohë që opozitën reale e kemi demonizuar, opozitën e re po e klonojmë, pavarësinë e gjyqësorit vënë në pikpyetje, media nën kontroll, shoqërinë civile gati asfiksuar, akademinë atrofizuar, oligarkët pasuruar, shtetin uzurpuar dhe zgjedhjet asgjësuar. Gozhdat e fundit të kofinit të demokracisë u vun, kur edhe administrata zgjedhore u vunën hyqëm dhe listat u vendosën dhe u vulosën në patronazhin politik të bandave dhe patronazhistët me kohë të plotë të paguar me para publike, pra me taksat tona, në postet shtetërore që mbajnë prodhuar një deformim të vullnetit zgjedhor të pangjashëm edhe me standardet e ulta rajonale. Vazhdojmë të kërcejmë tangon e famshme të gënjyerit të vetes me një hap para dhe me 2 hapa pas, ndërkohë që zjarri të destabilitetit politik i hidhet veç se benzin dhe ekonomia po shkon në zgrip, me turizmin si të vetmen kryefjalë, por pa një plan afatgjat zhvillimi për ta mbështetur me sektorin në përkëmbur agrar, me ndërtimet pa fre në zonat bregdetare, me inkurajimin e oligarkive vendore politike, të veshura me petkun e investitorit strategjik dhe me kostot e rritjes frenetike për vendasit, shpejt mund të kolapsoj, edhe sa kohë do të duhet të kalojë që të shohim dritë në fund të tunelit, që ndonjë nga 10 zgjidhjet e parashikuara nga ekspert dhe studiues të fushës të merren parasysh, që politika mos të jetë shurdhe dhe e verbër ndaj zërave të arsyeshëm, që njerëzia të gjejnë paqe, investitori siguri, drejtësia zgjidhje dhe ekonomia begati. Këto janë pyetje me bereqet, por përgjigjet si zakonisht